Të dashur shqiptar, ju dua shumë, kam përgatitur listën e qyteteve ilire të saktë, vendbanimet ilire, çdo gjë ilire. Dhe jam rrëzuar si zakonisht për tokë, nuk mund të flas, më këputen gjunjët. Juve nuk mund të pranoni në Europë për një fakt shumë të thjeshtë. Të gjitha qytetet e lashta ilire kanë emra grek dhe disa prej tyre kanë emra kelt. Nuk ka absolutisht asnjë emër shqiptar, nuk ekzistojnë fare fiset shqiptare, nuk janë regjistruar. Ilirët flisin greqisht, shkruanin greqisht, shtypnin monedhat greke, zgjidhin arhon ose gjykatës një herë në vit në krye të qytetit, si bashkiakët që janë në Shqipëri sot, zgjidheshin në mënyrë demokratike, ata krijuan mbretërinë Helene ilire. Më besoni. Është mbretëria e parë e botës në Europë. Mbretëria e parë është mbretëri greke. Nuk kujtonim se ishte mbretëri shqiptare. Ilirët kishin amfiteatro grek dhe dëgjonin tragjeditë e Eskilit, Sofokliut, komeditë Aristofanit. Në greqisht, në origjinal, ishin grek. Emrat e tyre i shkruanin grek të thjesht, në shkallët e amfiteatrit janë gjetur. Janë gjetur emrat e grekëve të thjesht, lundërtarëve, pranë Vlorës, në një shpellë. Kur niseshin ata në udhëtim, shkruanin lutje, luteshin afërditës. Në Shqipëri, shqiptarët kanë qenë analfabet deri në vitin 1970. Regjimi komunist e zhduku analfabetizmin. Pra ne nuk dinim të shkruanim. Si ngritëm ne amfiteatrët grek, si ka mundësi që ne dëgjonim tragjedi greqisht. Ne nuk dim origjinën e qyteteve ilire. Dhe unë kam bërë një eksperiment. Ju a kam lexuar disa herë shqiptarëve në TikTok, në biseda të drejtë për drejta, dhe ata nuk janë në gjendje t'i mbajnë mend emrat e qyteteve ilire gjatë bisedës. Unë ju a them dhe mi them atyre mi përsërisni. Nuk janë në gjendje t'i përsërisin. Për arsye sepse emrat e qyteteve ilire janë grek dhe kanë shqiptim në greqisht. Dhe edhe ata që banojnë sot në Greqi, njohin greqishtën moderne, jo ato të lashtën, edhe nuk janë në gjendje të mbajnë mend, sepse shqiptari nuk mund të shqiptojë një fjalë mbi dy rokje, kemi një tru majmunor. E them me dhimbje shumë të thellë. Ndërsa emrat e qyteteve ilire janë me 3 rokje, 4 rokje, edhe me 5 rokje. Dhe unë ja them shqiptarit emrin e qytetit ilir, i them ma përsërit, nuk është në gjendje ta përsërisi. Ja shkruaj unë në TikTok, në bisedën e drejt për drejt, poshtë emrin e fisit ilir, nuk e shqipton dot. Dhe nuk e mban mend dot. Pra jo vetëm shqiptarët nuk e kishin idenë se kush ishin emrat e qyteteve ilire, nuk janë në gjendje t'i mbajnë mend 2 minuta. 2 minuta. A u bindet përfundimisht që ilirët ishin grek? Shqiptari nuk është në gjendje të mbajë mend në TikTok emrin që unë ja përsëris disa herë, emrin e qytetit ilir. Është kaq tragjike. Nuk jemi budallënj, po nuk përdorin fjalë të gjata. Truri ynë nuk është i përgatitur të mësoj emra të gjatë. Tani, neve na kanë thënë që mbi 70 qytete ilire u dogjën nga romakët. Është e vërtet, po ato u rindërtuan edhe një herë dhe mbas pushtimit të Romës vazhduan të flisin greqisht. Mbas pushtimit të Romës vazhduan të përdorin monedhat greke të tyre dhe vazhduan të dëgjonin Eskilin dhe Sofokliun. Jo vetëm kaq, po romakët u mrekulluan kaq shumë sa që i përkthyen këto vepra dhe filluan të imitonin në gjuhën latine. Dhe nuk janë gjetur pllaka në gjuhën romake në Shqipëri, thua sikur ne nuk kemi qenë të pushtuar nga romakët. Janë gjetur pllaka greke dhe janë 224.000 pllaka greke, pra ilirët flisin greqisht. Këto pllaka janë në bodrumet e Akademisë së Shkencave. Janë 2 opsione, 2 mundësi. Ose duhet të shkatrohen, ose duhet të dërgohen në Greqi, se nuk janë tonat. Pra ne kemi bërë apokalips. Kemi ngjallur të vdekurit, por këta të vdekurit nuk flasin shqip, flasin greqisht. Tani kjo është arsyeja që ne nuk duam të na pranojnë në Europë.
konsiderohet territor grek. Ne duhet të mbyllim urgjentisht kufirin me Greqinë. Kur them urgjentisht, në moment që ti tani lexon këtë film, po ti je patriot, ti merr një cfurk, merr një çekiç, merr një armë çfarë do që gjen në shtëpi, një kobure të lashtë nga muzeu, thjesht për të trembur sorrat, dhe ti duhet shkosh urgjentisht në kufirin midis Shqipërisë dhe Greqisë dhe të ruash kufirin, sepse Edi Rama e ka bllokuar mundësinë që të përdoren postat kufitare. I ka dhënë këto gangsterëve, ju ka dhënë këto gjoja për zhvillim turistik, po ka hequr postat kufitare në Sarand, në Dhërmi, në Shëngjin, në Durrës. Ne nuk mbrëmi dot po të na sulmojnë. Ne Greqia mund të na sulmojë nesër dhe të na pushtoj jo me ushtar, por me turist. Jemi komplet të parmatosur, nuk kemi posta kufitare. Aq keq është situata. Mbronja dhe unë braktiseni protestën urgjentisht dhe lexoni listën e fisëve ilire dhe përpiquni t'i mbani mend sepse janë në greqisht që gjitha. Nuk ka emra shqiptar.